Tu kishte edhe kryetarja e qytetit këtu. Vetë fakti, pikërisht dashta mund dalë, vetë fakti se edhe kryetarja është pikërisht sot të ne, është diçka një lloj respekti i ndërsjell. Tu pas parasysh se FC Alba qysh në themelimin 2014 në futboll që zhvillum, vetë fakti se u rritën fëmijët edhe shishim se diçka po kërkohet. Po, sigurisht. Edhe pikërisht në vitin 2017 u themelu edhe dega e kulturës. Kjo pak a shumë mi tërhek fëmijët nga rruga, mi jep pak kulturë, se vetë fakti se secili na kemi tradit, po pa marrë parasysh se fëmijët janë të lindur këtu 80% se janë pjesë e vallëtarëve. Kur ta bëna pyetjen në fillim thash, a mendon që jemi na me kulturë, mos i kemi dhënë na kulturë gjermanëve për disa sende? Po, vetë fakti se jemi shumë nga lashtësia Pellazo i Lire, edhe kultura nuk mungon. Jo ballkonit, po kultura nuk na mungon. Faleminderit për këtë korrigjim. Sigurisht, tamam punë jo më ne do të bëjmë se emisioni jon lejon të bëjmë muhabet si të shtëpia sa më. Për ata dhe titullin e ko u kënaqem të kënaq. Në çdo bisedë që të bëjmë, do të bëjmë në atë mënyrë që të kënaqemi edhe na këtu, edhe ata që na shohin aty tu pi çaj të shtëpia. Sami, sa ka qenë vështirë me ftu, me i bashku gjithë këta antarë që i keni ju, gjithë këta tash është edhe një gjohë shumë interesant, se koncertet është hera 3 që jemi ne të ju, edhe ka qenë jashtë zakonshme mbrëmjet, edhe ka qenë jashtë zakonisht mbush njerëz. Të pas parasysh se në FC Alba ka shumë njerëz devotshëm, si nga ona e shpenzërimit, si nga ona e antarësisë, ka shumë njerëz punëtor e është kon pak ma lehtë. Të pas parasysh se edhe fëmijët tanë rritën edhe na japin një ndihmë nga futbolli, sporti, ka tash të pe themelimit, të pas parasysh tash pe themelimit kanë kaluar disa vite, janë na kanë bërë pikërisht fëmijët që kanë qenë të vegjël atë janë futbollista në ekipet tona. Dhe kuj si shko futbolli e ka degën e kulturës. Po edhe nga ona tjetër e kemi edhe forumin e gruas tashti. Edhe domthon FC Alba është na jemi këtu në thirrët Bajeni është shumë një republikë e madhe, po këtu Augsburg, Schwaben, thirrët janë dikun në qytete pak më të vogla, ku Augsburgi është kryeqyteti i Schwaben. Thirrët janë dikun 50 qytete, 7 e këtu jemi na disi nga komuniteti shqiptar jemi pak më fuqi. E poshtë, tu kishte edhe kryetarja e qytetit këtu. Vetë fakti, pikërisht dashta mund dalë, vetë fakti se edhe kryetarja është pikërisht sot të ne, është diçka një lloj respekti i ndërsjell, se kena punu do të thotë për këtë drejtim. Si nga ona kulturore, nga sportive dhe nga gjitha. Unë i shoh konën sportokulturore në të gjitha, si sporti, futbolli, si kultura, vallëzimi, forumi i gruas, të gjitha i kemi na i plotësojmë të gjitha kapacitetet për një komunitet të cilën ne e drejtojmë.